Sulmet izraelite vranë të paktën 10 palestinezë në Gazë të mërkurën, thanë punonjësit e shëndetësisë, ndërsa ushtria izraelite rifilloi bombardimet e saj dhe lëshoi urdhra të rinj evakuimi për banorët në zonat e luftimit. Një shtetas i huaj u bra dhe 4 të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit në selinë e Kombeve të Bashkuara, në një qytet qendror të Gazës të mërkurën, tha Ministria e Shëndetësisë e Gazës. Ushtria izraelite mohoi në një deklaratë se kishte goditur kompleksin e OKB-s në Deir al-Aba. Ajo tha se kishte goditur një qendër të Hamasit në Gazën Veriore, ku kishte zbuluar përgatitjet për sulmuar territorin izraelit. Të martën sulmet ajrore izraelite vranë më shumë se 400 njerëz, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, një nga shifrat më të larta të vdekjeve në një ditë të vetme që nga fillimi i konfliktit, duke i dhënë fund javëve të qetësisë relative që nga një armpushimi arritur në janar. Izraeli paralajmëroi se sulmi ishte vetëm fillimi. Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin për shkeljen e armpushimit, i cili kishte ofruar një lehtësim për 2.3 milion banorët e Gazës, pas 17 muajsh luftë që e ka shndruar enklavën në gërmadha dhe ka detyruar shumicën e popullsisë së saj të zhvendoset disa herë. Izraeli ka akuzuar Hamasin për përdorimin e civilëve palestinezë si mburoja njerëzore. Grupi Islamik Palestinez mohon akuzat dhe akuzon Izraelin për bombardime pa dallim. Të mërkurën ushtria izraelite lëshoi fletpalosje në pjesën veriore dhe jugore të rripit të Gazës, duke urdhëruar banorët të evakuonin shtëpitë e tyre, duke paralajmëruar se ndodheshin në zona të rrezikshme luftimi. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të martën se ai kishte urdhëruar sulme sepse Hamasi kishte refuzuar propozimet për të siguruar një zgjatje të armpushimit deri në prill. Hamasi, i cili ende mban peng 59 nga rreth 250 pengje izraelite, akuzoi Izraelin për rrezikimin e përpjekjeve të ndërmjetësve për të negociuar një marrëveshje të përhershme për t'i dhënë fund luftimeve.